Gentian Gjyli, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, brenda 10 ditëve të shkurtit 2025, ka firmosur 2 kontrata të mirëmbajtjes së rrugëve për Arber Abazin, nipin e politikanit të Partisë Socialiste, Sadri Abazi. Vlera e tyre arrin në mbi 314 milion lek. Ky veprim ngjall dyshime për korrupsion, duke pasur parasysh skualifikimin e të gjithë operatorëve të tjerë dhe fitoren e një oferte më të shtrenjtë nga kompania e Abazit. Një nga tenderët, zhvilluar në korrik 2024 dhe nënshkruar në shkurt 2025, lidhet me mirëmbajtjen e një rrjeti rrugësh 52 kilometra të gjata. Fondi limit ishte 136 milion lek, por Abazi fitoi me një ofertë më të lartë se një tjetër konkurrent i skualifikuar. Një tjetër kontratë e fituar nga Abazi përfshin mirëmbajtjen e rrugëve në zonën e Patosit, Ballshit dhe Bylisit, me një fond limit 151 milion lek, gjithashtu me skualifikim të gjithë konkurrentëve të tjerë. Abazi renditet mes 10 përfituesve më të mëdhenj të fondeve publike, fal ndikimit politik të gjagjajt të tij, Sadri Abazit, i cili më herët ka ndërhyrë për t'i siguruar kontrata. Përveç fitimit të tenderëve, ka edhe probleme me cilësinë e punimeve. Bulevardi i Peshkopis, ndërtuar nga kompania e Abazit, është degraduar brenda pak vitesh. Janë raportuar shkelje në prokurimet e Bashkisë Dibër, duke përfshirë favorizimin e kompanisë Alco Impex në 2 tender të tjerë për infrastrukturën vendore. Këto fakte tregojnë një model sistematik të favorizimeve dhe shpërdorimit të fondeve publike për përfitime klienteliste.